kombëtar shqiptar dhe himnit të Republikës së Kosovës. Mirëmbrëma të gjithëve, dhe mirë se erdhët në konventën e Partisë Demokratike të Kosovës, ku sonte do të shpalosim vizionin ton për të ardhmen e vendit, si dhe do të prezantojmë listën tonë zgjedhore të kandidatëve për deputet. Në këtë mbrëmje të rëndësishme, do të dëgjoni vizionin dhe programin qeverisës të kandidatit ton për kryeministër sot, dhe kryeministrin e Kosovës pas 28 dhjetorit, zotrin Petri Hamza. Prandaj, sonte bëjmë hapin e parë drejt një fushate dinamike, programore dhe të përkushtuar për të shërbyer qytetarëve me ndershmëri, profesionalizëm dhe rezultate. Tani, para se të fillojmë me folësit e mbrëmjes, ju ftoj të ndiqni videon ton të fushatës, një paraqitje e qartë e vizionit ton për bashkim, stabilitet dhe zhvillim për Kosovën. është lodhur nga çmimet që rriten më shpejt se pagat. Kosova nuk është mirë. Është lodhur nga çmimet që rriten më shpejt se pagat. Janë lodhur familjet që punojnë shumë, por prap mezi mbushin trojzen me ushqime. Janë lodhur të rinjtë që ndrojnë për një të ardhme që nuk po gjejnë vendin e tyre. Kjo ka ndodhur sepse kemi një qeveri që ka dështuar të realizojë premtimet. Një qeveri që zgjodhi përçarjen dhe stabilitetin në kurriz të qytetarëve tonë. Viteve të fundit, Kosovës i ka munguar diçka shumë e rëndësishme. Një qeveri që bashkon dhe jo që ndon. Një lider që dëgjon, që kryen punë dhe i vendos qytetarët të porët. Unë jam i gatshëm të sjellat që mungon. Të kalojmë përçarjet, të rrisim pagat dhe ta përmirësojmë mirëqenien. Ne nuk krijojmë kriza, por krijojmë mundësi për një jetë më të mirë për të gjithë. Kosova është lodhur, por nuk është thyer. Ka ardhur koha ta nisim kapitullin e ri, bashkë përpara.
procesit. Tani kam kënaqësinë të ftoj në skenë një zë të fuqishëm të rinisë sonë, nën kryetaren e rinisë demokratike dhe një nga asambleistet më të reja, Vlerë Tahiri, e cila do të ndaj me ne rrëfimin dhe vizionin e saj për të rinjtë e Kosovës. E mirëpresim Vlerën. Të dashur miq, të rinj e të reja, të nderuar qytetar, mirëmbrëma. Sot po flas para juve si një vajzë që është lind e është rritë në Kosovë. Po flas si dikush që e njeh shumë mirë ritmin, shpresat, ankthën, ëndrat, biles edhe zhgënjimet e gjeneratës sime. Prandaj, sot nuk po du me folë si dikush që është aktivisht në politikë, po du me folë si dikush që jeton në të njëjtin realitet me juve. Për këtë arsye, du me nda një histori shumë personale. Në qeshor, shoqja ime Arlinda vendosi me shku në Gjermani. Unë e shoqërova Arlindën në aeroport, edhe gjatë gjithë rrugës jam mundu me bind mos me e lanë Kosovën. Kur arritëm atje dhe u bënëm gati mu përshëndet, Arlinda më tha, Vlerë, unë du me nejtë në Kosovë, po thjesht s'po munde me e gjetë vetën. Kjo fjale shoqës temë, mu m'la me një pytje që më njekë gjdo ditë. Sa ëndra të rinjsh do humbim veç pse Kosova nuk po jep arsye të rinj këto. Fatkeqësisht, kjo nuk është vetëm historia e Arlindës. Kjo është histori e mira të rinjve, e trejave, që vendosin që krejt jetën e tyre me paketu në një valigje 23 kg. Jam këtu sonte se besoj që kjo histori nuk duhet më u përsërit më. Se të rinjtë e Kosovës nuk duhet jetojnë në valigje gati. Se ardhmja jonë nuk është diku tjetër, e ardhmja jonë është këto. Besoj se kur të bëhemi bashk, e kemi forcën që me ndërtu pikërisht të ardhmen këto. Na ndërojmë gjëra shumë thjeshta, shumë bazike, po që janë shumë të rëndësishme. Të kemi një punë që na mundson me jetu dinjitetshëm. Të kemi mundësi për me kriju, për me guxu në vendlindjen tonë. Të mos na thuhet prit, ktheho ma vonë, po të na thuhet po, provoje se na besojmë ty. Ndërrojmë një Kosovë ku talenti nuk shpërdorohet për talenti rritet, ku të rinjt nuk trajtohen si dekore në fushata, po si partner të vërtet. Ku një ide nuk ka nevojë që për me u realizu me kalu kufejnë të Kosovës. Mirë po, du me qenë e sinqertë. Sot shumë prej neve nuk mendojnë kështu. Shumë prej neve e kanë hup besimin të politika, të proceset, të premtimet, e shumë prej neve pe pyesin veten se a ka me pas najher stabilitet. A do të kemi na mundësi të vërteta e a do të kemi një qeveri që punon për neve. Po ne kam një thirrje për krejt moshatarët e mi. Ne, të rinjt, nuk mund të dorëzohemi. Kjo gjenerat e ka energjin, e ka guximin, ambicion për me ndryshu këtë vend. Ne nuk guxojmë me qenë gjenerata e zhgënjimit, po duhet me qenë gjenerata e transformimit.
po për me bo këta na gjuhet një gjë bazike. Stabilitet, drejtim, një lider që e kupton sfidat tona nga afër. E unë e mbështes Bedri Hamzën. Jo pse më duhet me thonë politikisht. E mbështes se ai e kupton se për ne stabiliteti nuk është slogan. Është dallimi midis të qëndruarit në Kosovë edhe të ikurit nga Kosova. Mes të ndërtuarit këto e të ndëruarit për dikun tjetër. Për këtë arsye, besoj se Bedri Hamza është njeriu që mundet me kthy besimin te secili qytetar, duke kriju vendet punës të dinjitetshme, duke ul çmimet që po e rëndojnë secilën familje, duke sjell investime që hapin dyer për të rinj edhe jo vetë statistika në letër. Sepse në këtë fushat ne nuk po kërkojmë luks. Ne po kërkojmë diçka shumë thjesht. Shansin që na takon për me ndërtu jetën tonë në vendin tonë. Po i drejtohem çdo të riu që më dëgjon sonte. Nëse ëndron të studiosh jashtë, vazhdo mos e ndal ëndrrën, por mos e shiko si arratisje. Nëse ëndron me ndërtu një biznes, mos shiko vetëm Berlin, shiko Prishtinën, Pejën, Prizrenin, Gjilanin, Vushtrin, Mitrovicën, Prizrenin, çdo qytet Kosovës. Nëse ndron një jetë qetë e një jetë sigurt, dije se kjo mund të jetë e ardhmja jonë këto në shtëpi. Ky është momenti që vendos nëse e kthejmë Kosovën në vend të mundësive apo e lëm të mbetet vend pritjesh e zhgënjimesh. Unë kom vendos me besu. Me zgjedh punën, me zgjedh dinjitetin, unë kam vendos me zgjedh Kosovën. Dhe juftoj të gjithve që bashkë ta zgjedhim një Kosovë ku studiojmë këto, punojmë këto, krijojmë këto, e jetojmë këto. Një Kosovë ku ëndrat e trinjve nuk paketohen valigje, po ndërtohen me vetë duart tona. Kjo është e ardhmja që ne e duam, po mbi të gjitha kjo është e ardhmja që ne e meritojmë. Dhe du me mbyll me një mesazh të shkurtër për të qartë. E ardhmja nuk vjen vetë. E ardhmja fitohet nga ata që punojnë për të. Faleminderit shumë. Tani është koha të prezantojmë listën e kandidatëve për deputet të Partisë Demokratike të Kosovës. Me numër 110, Abelard Tahiri. 109, Bekim Haxhiu. 108, Diana Shehu Devaja. 107, Dafina Broqi. 106, Mustaf Krasniqi. 105, Vlora Pireva. 104, Bekim Sopaj. 103, Qëndrim Kryeziu. 102, Syl Muriqi. 101, Linda Nebiu. 100, Mërgim Lushtaku. 99, Isak Neziri. 98, Valentina Leku Gashi.
97 Agron Pacharizi. 96 Jehona Jashari Miftari. 95 Adnan Sogojeva. 94 Izmir Zeqiri. 93 Antigona Gashi. 92 Avni Hasalari. 91 Leutrim Retkoceri. 90 Haxhi Raci. 89 Fetah Pacharizi. 88 Ditjona Statovci. 87 Gjemshit Krasniqi. 86 Adriana Latifi. 85 Mentor Ismaili. 84 Besarta Nurçaj Osmanaj. 83 Selver Gjelili. 82 Adnan Thaçi. 81 Elmedina Balazhi. 80 Arianit Çollaku. 79 Musli Gucati. 78 Jona Hoxhaj. 77 Shahin Dervishaj. 76 Sami Hoti. 75 Artan Behrami. 74 Haqif Drenica. 73 Aulon Syla. 72 Agim Fejzullahi. 71 Albulena Saliuku. 70 Adriatik Berisha. 69 Adelina Gashi. 68 Arben Gega. 67 Hisen Berisha. 66 Ramize Shala. 65 Besart Ymeri. 64 Salih Dvorani. 63 Süleyman Berisha. 62 Arta Pantina. 61 Lulzim Rustemi. 60 Besa Ismaili Ahmeti. 60 Besa Ismaili Ahmeti. 59 Bashkim Glareva. 58 Adem Morina. 57 Hamdi Muhameti. 56 Kosovare Murseli. 55 Burim Bajrami. 54 Adonjeta Zymberi Selmani. 53 Bernard Tahir Begolli. 52 Gëzim Qerimi. 51 Afërdita Saramati. 50 Muzafer Shala. 49 Skender Ukaj. 48 Amir Ahmeti. 47 Shkumbin Demaliaj. 46 Shqipe Krasniqi. 45 Lulzim Aliu. 44 Ilir Murtezaj. 43 Melihate Basholli Latifi. 42 Nait Hasani. 41 Arbënesha Kuqi. 40 Genc Prelvukaj. 39 Drita Kadriu.
38 Visar Korenica. 37 Fitim Selimi. 36 Luljeta Veselaj Gutaj. 35 Gjevahir Geci. 34 Qel Gashi. 33 Auror Osmani Buca. 32 Riad Rashiti. 31 Gazmend Maliqaj. 30 Arjan Tahiri. 29 Antigona Berisha. 28 Hajdar Beqa. 27 Idris Vehapi. 26 Rashid Qalaj. 25 Besjan Musmurati. 24 Besim Ilazi. 23 Arbnore Salihu. 22 Besim Hasani. 21 Eliza Hoxha. 20 Altin Krasniqi. 19 Fadil Demaku. 18 Ariana Musliu Shoshi. 17 Elmi Reqica. 16 Ferhat Shala. 15 Përparim Gruda. 14 Gjavit Haliti. 13 Blerta Deliu Kodra. 12 Ganimete Musliu. 11 Jakub Nura. 10 Kujtim Gashi. 9 Sala Jashari. 8 Eman Rahmani. 7 Rahman Rama. 6 Besa Kabashi Ramaj. 5 Arben Mustafa. 4 Enver Hoxhaj. 3 Vlora Qitaku. 2 Uran Ismaili. Të nderuar të pranishëm, një duartrukitje edhe më e madhe për 109 kandidatet tanë për deputet, të cilët e bëjnë listën tonë kaq të fuqishme, përfaqësuese dhe gjithëpërfshirëse. Tani, dal nga dal, kemi arritur në momentin kyç të mbrëmjes së sotme. Me nder dhe kënaqësi të veçantë, ftoj në skenë kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, pristin e listës tonë dhe kryeministrin e ardhshëm të Republikës së Kosovës, zoti Betri Hamza, për ta marrë fjalën. Kryeministër, skena për ju. Feel the rhythm of the streets tonight. Hands in the air. Let's claim our right. One voice, one heart, one fight, all right. We rise together, stronger than ever. Step by step, we'll march forever. Clap your hands, feel the beat, it's clever. We rise, we rise, we rise. We rise together. Mirëmbrëma të gjithëve.
Qytetarë të dashur, të rinj, aktivist, strukturat Partisë Demokratike të Kosovës, kryetar komunash, deputet, asamblest, e dashur, familja ime, gjithë ju të pranishëm. Faleminderit për mbështetjen, energjinë dhe besimin tuaj. Kosova meriton të jetë më mirë dhe ne do ta bëjmë më të mirë, sepse ne bashkë do të ecëm përpara. Bashkë përpara është slogani ynë në këto zgjedhje. Sepse ky është drejtimi ynë, ky është misioni ynë. Sepse bashkimi duke u bërë bashkë rreth vlerave, premtimeve dhe politikave është pjesa që mungon në mozaikun e Kosovës e që pëmbon Kosovën të ndarë. Shteti përparon duke u bashkuar, jo duke u përqarë. Këtë e dim. Dhe e dim se në Kosovë mund të bëhet më mirë vetëm me ne të bashkuar. Qytetarët e dashur, viti 2025 ishte vit I jo stabilitetit, vit I përçarjeve politike, vit I shtrejt, I lodhshëm dhe I pa shpresë për qytetarët. Le ta përmirësojmë këtë. Viti 2025 ishte viti I pest pa presidentin Thaçi, kryetarin Moseli, Bacin Jakub, regjen e Kosovë. Por në vitin 2026, edhe ata do të kthehen pranë nesh, pranë familjeve të tyre në shtetin e tyre. Në vitin 2026, të gjithë do të jemi bashkë, me stabilitet politik, me stabilitet ekonomik, me stabilitet shoqëror. Në vitin 2025, u përballu me rritje të lartë çmimeve, pagat dhe pensionet me të njëjta dhe standarde jetesës u përkeqësu. Le ta përmirësojmë këtë gjendje. Le ta rrisim qenën e qytetarëve në vitin 2026. Le të rrisim pagat dhe pensionet. Le ta bëjmë 2026 vit të ndryshimit të vërtet, të përparimit, të mirëfillt, duke marrë mosa që produktet bazë dhe energjinë elektrike të VSH-ja do të ulet dhe çmimet do të zbriten. Ne mund ta bëjmë këtë, jemi të vendosur ta bëjmë. Ky nuk është një fillim I një fushate të re politike. Ky është fillimi I një misioni për ta rikthyer stabilitetin, për ta bashkuar shoqërinë dhe për t'i dhënë çdo familje në Kosovë një mundësi për jetë më të mirë. Në këto vite, vendi ynë ka jetuar në pasiguri, me shumë përçarje, shumë improvizime, shumë presion mbi supet e qytetarëve të zakonshëm, me çmimet e larta, me furnizim të paqëndrueshëm me energji, me institucione në krizë dhe marrëdhënie të lëndura me partnerët tonë. Qytetarët tonë janë lodhur nga politikat që u kanë vështirësuar jetën, janë lodhur nga kjo qeveri e papërgjegjshme, nga kjo qeveri e pa aftë të udhëheq vendin drejt mirëqenies. Kjo është arsyeja pse unë kandidoj për kryeministër. Sepse besoj që mund ta sjellim pjesën që mungon dhe ta bëjmë shtetin tonë që funksionon.
le të jemi të qartë, as një vend nuk mund të ecë përpara kur politika bëhet fushbetej. As një familje nuk ndihet i sigurt kur shteti nuk ka stabilitet. As njëri nuk shet e ardhme këtu nëse jeta publike dominohet nga përqarja. E provuam përqarjen, e provuam kokëfortësin, e provuam kaosin, nuk funksionoi. Tani është koha të provojmë diçka tjetër. Tani është koha të provojmë bashkimin. Kosova që funksionon, fillon me bashkimin e të gjithë neve. Kosova që funksionon, kërkon qeveri të qëndrueshme dhe efektive, një qeveri stabile që krijon konsenzus sa më të gjerë për zgjedhjen e problemeve të qytetarëve. Kudo që shkoj, qytetarët ma thonë të njëjtën gjë. Jeta është bërë shumë e shtrejtë. Pagat nuk mjaftojnë. Çmimet po rriten çdo ditë. Nuk mund të planifikojmë asgjë për të ardhmen. Fëmijët tonë po largohen sepse nuk shohin të ardhme këtu. Dhe kanë të drejtë të ndihen kështu. Ky është realiteti i hidhur. Qytetarët tonë nuk kërkojnë mrekulli. Ata kërkojnë dinjitet, stabilitet, politika ekonomike që lehtësojnë jetën, jo që vështirësojnë atë. Dhe pikërisht këtë e ofron programi i ynë. Platforma jonë nuk është listë premtimesh, është plan. Një plan konkret, i llogaritur, realist dhe i përgjithshëm. Një plan i ndërtuar mbi shtylla që do ta zhvillojnë ekonominë dhe do ta rikthejnë shpresën në familjet tona. Shtylla e parë është ajo e zhvillimit ekonomik. Një zhvillim ekonomik i qëndrueshëm që sjell zhvillim e mirëqenie për çdo qytetar, për çdo familje. Ne do të rrisim pagat dhe pensionet. Do të ketë rritje të pagave, 50% mbi pagën aktuale, për mësues, arsimtar, polic, zjarrfiks, mjek, ushtar dhe për të gjithë ata që realizojnë paga përmes buxhetit të Kosovës. Faleminderit, shumë faleminderit. Do të ndryshojmë shkallën e tatimit për të ardhurat. Dhe të ardhurat deri në 400 euro do të tatohen me 0%. 400 deri në 800, vetëm 8%. Dhe vetëm të ardhurat mbi 800 euro do ta kenë normen 10%. Me ardhjen tonë qeveri, do të shfuqizojmë ligjin aktual të tatimit pronë që mos ketë barte pa përballueshme mbi qytetarët dhe bizneset. Bizneset nuk do të paguajnë të vëshën në kufi, por pas shitjes, reforme madhe dhe më së nevojshme për bizneset. Bizneset e vogla, me qarkullim deri në 10.000 euro, nuk do të paguajnë tatim. Ato me qarkullim deri në 30.000 euro do të paguajnë tatim vetëm mbi bazën e fitimit real. Me qëllim stimulimit punësimit, bizneset e reja do t'i mbështesim me kredi dhe subvencione dhe do zhvillojmë burime alternative të financimit duke përfshi edhe zhvillimin e tregut të kapitalit. Do të kujdesim edhe për të punësuarit në sektorin privat. Do të krijojmë fondin për papunësisë, si dhe do të themelojmë gjykatën e punës.
Një vëmendje e veçantë do t'i kushtohet sidomos leonave, duke i mbrojtur ato familjet dhe bizniset dhe duke i mbështetur financiarisht. Do t'i legalizojmë ndërtimet pa leje, me tarifë simbolike dhe do të zhbllokojmë miliarda euro kapital të bllokuar. Do t'i përfundojmë autostradat dhe do ndërtojmë lidhje të reja rrugore dhe hekurodore, ashtu që qarkullimi i mollrave njerëzve do t'jetë më i shpejt, më i lirë dhe më i sigurt. Do të ndërtojmë kapacitete të reja energjetike, që garantojnë furnizim të qëndrueshëm e stabil me energji elektrike e me çmime më të ulta. Kjo është ekonomia që duam, e lirë, e drejtë dhe në shërbim të qytetarëve. Shtyllë e dytë është ajo e drejtësisë. Një drejtësi e pavarur dhe efikase. Drejtësia do të jetë standard. Duhet përfundohen lëndët e mbetura e të vonura, duke ndihmuar me rritjen e numrit të gjyqtarëve, prokurorëve dhe duke investuar në modernizimin e sistemit gjyqësor. Shtyllë e tretë është ajo e arsimit dhe shëndetësisë, arsim e shëndetësi bashkëkohore dhe për të gjithë. Reformat në arsim do t'i fillojmë nga niveli parashkollor, duke ndërtuar me shumë qerdhe dhe kopshte. Do t'jepim bursa dhe do të krijohet fondi për bursa prej 30 milion në vit, që çdo student ketë mundësi të shkollohet dhe të arrijë kapacitetet e veta. Ndërsa universitetet e Kosovës do t'i lidhëm me industrinë, me bizneset që të prodhojnë kodra që i nevojiten Kosovës. Edhe për kategorinë më të merituar, për të moshurit, do ndërtojmë qendra të veçanta kujdesi për ta në çdo rajon të Kosovës. E për ata me smundje kronike, sigurisht mjaftueshëm ilaçe borna falas pa borë financiore për këtë kategori. Do të jetësojmë edhe projektin e shumë vënuar, projektin e sigurimeve shëndetësore që të ketë financim të qëndrueshëm për sistemin shëndetësor. Një vëmendje veçantë do t'i kushtohet mbrojtjes së ambientit. Do t'i përkrohen komunat që ndërtojnë parqe të reja, që shtojnë hapësirat e gjelbërta dhe ndërtojnë impiante për trajtimin e ujrave të zeza. Dhe po, definitivisht po, do të ndërtojmë stadionin olimpik kombëtar, një qendër moderne për sportin dhe rinin tonë, dhe do të përgatisim vendin tonë që të jetë një koqir i denj i lojrave mesdhetare. Në shtyllën e katërt, atë të mbrojtjes dhe sigurisë, do të sigurohemi që të jemi në hap me kohën. Do të modernizojmë infrastrukturën e mbrojtjes së vendit, që Kosova do të jetë e përgatitur për çdo kërcënim, të brendshëm apo të jashtëm. Do ta krijojmë Gardën Kombëtare të Kosovës, forcë operative, e shpejt, e pajisur sipas standardeve të NATO-s, e gatshme për emergjenca, siguri dhe pjesëmarrje në misione ndërkombëtare. Antarësimi në NATO, në BE, për ne nuk ka alternativë. Prandaj, do të thellojmë partneritetin me NATO-n, do të punojmë që sa më parë të bëhemi pjesë e partneritetit për paqë. Do të rifillojmë dialogun strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që sa më shpejt të arrijmë marrëveshje strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe po, do të punojmë fort për antarësimin në Këshillin e Evropës dhe të marrim statusin e kandidatit për në BE. Kosova do të ecë drejt Evropës, shtet i pjekur dhe i besueshëm. Qytetarë të dashur, ky është vizioni im, ky është premtimi im.
Ky është plani që do ta çojë Kosovën përpara. Me stabilitet brenda dhe kredibilitet jashtë, Kosova me në fund do ta marrë vendin që i takon në familjen evropiane. A pajtohemi të gjithë me këtë agjendë? A i bashkojmë forcat që ta bëjmë ndryshimin së bashku? Sigurisht se po, sepse mundemi dhe bashk do të arrijmë këtë. Shumë faleminderit. Qeveria që të da drejtoj unë, do t'i përfshi të gjitha forcat politike që janë të gatshëm të ecëm bashk përpara. Prandaj, plani ynë është plan i qytetarëve, një plan që ju ftoj të gjithëve ta mbështesni. Le ta nisëm së bashku këtë mision të ri kombëtar në vitin 2026. Le ta sjellëm pjesën që mungon, që t'i kompletoj aspiratat dhe shpresat tona. Le t'i bashkojmë përpjekjet për të ndërtuar një Kosovë që funksionon për të gjithë. Një Kosovë të mundësive, një Kosovë stabiliteti, një Kosovë drejtësie, një Kosovë shprese. Një Kosovë që na bën bashk dhe nuk le askënd pas. Bashk përpara. Bashk do të fitojmë. Bashk do të ecëm përpara. Faleminderit gjithëve.